Keme kod, apo jo? Hapet pa kod. Pa kod. Sa shpesh e len gati, Morena, kështu, para se të bish në gjumë, le ta kemi aty gati se si dihet kur t'na trasi puna. Po, është gjithmonë gati. Tash, t'ja u tregoj. Kjo është uniforma reale, do më thënë që e kam, e mbaj rezervë. Kjo është jeleku i sigurisë, kur lëvizim në aeroport ose afër aeroplanit, duhet pa tjetër ta vendosim këtë, si unë, si pilotat krejt. Këto janë këpucët e kabinës, nëse mund t'i tregoj. Janë pak më të sheshta, më të rahatshme. Gjithmonë i mbaj me vete një palgeta. Në rast se kemi nëj... Në ndodh neve shpesh, gjithmonë. Këtu e kam një blok shënimesh, kjo është bloku im personal, që mbaj shënime. Kjo është një iPad që na e ka siguruar kompania. Këtu shkruajmë gjitha preferencat e pasagjerëve, listën e cateringut, përgatitjen e menus, gjithçka. Ka është preferenca më çuditshme që ke shkruajtur deri tani? Nuk kemi pasur në një... Nuk ke pasur diçka të jashtëzakonshme, okej. Jo, akoma. Këta e bloku personal, çfarë shënimesh bani? Kam shumë. Nuk po i tregoj. Okej, jo, sigurisht. Nuk e kam shkrimin e mirë. Të shkrimi e kemi. Po. Këtu e kam sjell edhe një menu, thjesht si model me pa. Okej. Ja menuja në një private jet. Po. Po kjo nuk është sepse e kam prerë për shkak të logos që e kisha dhe nuk është ashtu tamam, po është për shembull your breakfast above the clouds, për shembull. Njëjtë po hakan edhe ata si ne? Po njëjtë, njerëz janë dhe ata. Njerëz, pra njerëz. Thjesht ne i trajtojmë pak më ndryshe. Pra, sa vakte ke shërbyer, ose sa janë të gatshme, që duhet jenë të gatshme, para se të nis një fluturim? Edhe njerë pyetjen të lutem. Sa vakte, me çfolje për menyn emën, kjo ishte emergency? Në varësi se kur është fluturimi. Duhet i keni të gatshme të gjitha që, apo jo? Jo, varet në çfarë orari është fluturimi. Nëse ka pjesën e paradites, për shumë 11 ose 10, sigurisht që do jetë, nëse është në ora 11 fluturimi, e kap dreka. Okej, qartë. Kështu që kjo është, e bëjmë një lunch menu, pastaj i pyesim pasagjerët për preferencat e tyre, çfarë preferojnë, dhe në bazë të asaj ne përgatisim menun. Okej. Kemi valigjen gati, ti elegante, po nisesh për në aeroport. Për në aeroport, po. Edhe cilat janë hapat e tjerë që do doje të na tregoj, që janë të rëndësishme, pra që s'bën kaluar asesi? Ne shkojmë në aeroplan 2 orë para fluturimit. Dhe unë e përgatis komplet aeroplanin, kabinën, komplet sigurohem që aeroplani jetë decent. Janë të mdhej, janë nga këta private jetat e mdhej? Shumë i bukur është, shumë i bukur. Luksoz deri në detaj. Sigurohem që aeroplani jetë në gjendjen e duhur, ashtu si